Po Ilir, nëse arriti të dëgjohem, tashmë ka filluar marshi i studentëve në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Atyre janë bashkangjitur edhe studentë nga Kosova, por edhe nga Shqipëria. Për këtë shkak edhe ishte vonuar, nuk është nisur pra protesta siç ishte parapar në orën 16:30, por është nisur tek tani me një orë vonesë për shkak se siç kanë akuzuar studentët, ka patur ndalesa, ka patur probleme gjatë rrugës dhe ndalesa dhe kontrolle nga policia që i kanë cilësuar si të qëllimshme, dhe për këtë shkak edhe pritja e studentëve nga Tirana edhe ka vënuar edhe nisjen e protestës, siç kanë bërë të ditur, domethënë protestuesit apo organizatorët e protestës. Bëhet fjalë për 5 autobus të cilët vinin me studentë nga Tirana, të cilët ishin kontrolluar në mënyrë të detajuar dhe si pasojë kishin humbur edhe pastaj edhe rrugën, dhe për të shkak edhe ishin vonuar, por protesta gjithsesi ka filluar dhe kërkesat po fillojnë të artikulohen. Domethënë marshi po vijon nga ura e Kurit me ndalesa të kopaskoshme dhe sigurisht që edhe nëpërmjet megafonëve, por edhe nëpërmjet thirrjeve të përbashkëta të gjithë studentëve kërkohet drejtësi, kërkohet respektimi i ligjit për gjuhët, siç kanë thënë. Besoj që mund të dëgjoni edhe një pjesë të thirrjeve se gjuha shqipe nuk negociohet, apo se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare. Pra këto janë disa prej thirrjeve kryesore të cilat mund të dëgjohen nga ana e studentëve. Prohuritje që e kanë cilësuar këtë protestë që nga fillimi i grumbullimit të sotëm, do kisha thënë, edhe pse ishte paralajmëruar të fillonte në orën 16:30, studentët shumë më herët kishin filluar që të grumbullohen në sheshin, në një prej shesheve të qendrës së Shkupit, ndërsa tani po vijojnë me marshim deri tek sheshi kryesor, apo sheshi Maqedonia. Prej aty, ashtu siç janë të vendosura pra institucionet, do vijojë deri tek ndërtesa e Ministrisë së Drejtësisë, ku pritet që normalisht të shpalosin kërkesat e tyre zyrtare nëpërmjet fjalimeve në konferencën apo në binën që do të përgatitet, apo edhe nëpërmjet letrës zyrtare të cilën do t'ja dorëzojnë Ministrisë së Drejtësisë. Por rikujtoj që gjatë ditës së sotme kishte një përgjigje nga qeveria e Maqedonisë së Veriut pas një takimi të kryeministrit me dy liderët e Vlenit, Kasami dhe Megjiti. Ishte paralajmëruar se provimi i jurisprudentës në gjuhën shqipe do të mbahet dhe se gjatë kësaj jave do të organizohet një mbledhje e një komiteti për marrëdhënie mes bashkësive, i cili fillimisht do t'i thrasë të gjithë ekspertët e fushës për të dëgjuar mendimet e tyre dhe për të gjetur formën më të mirë dhe më të shpejtë për ta bërë zyrtare apo për ta mundësuar provimin edhe në gjuhën shqipe, domethënë edhe atë të jurisprudencës, por edhe të disa provimeve të tjera profesionale, pra në të cilat mbahet mësim në gjuhën shqipe dhe kështu kërkohet pra natyrshëm që të mbahet edhe një provim në gjuhën shqipe në përfundimin e studimeve. Pra studentët kanë thënë që nuk do të heqin dorë dhe kanë patur edhe akuza drejtuar qeverisë, ka patur edhe akuza për presione apo tentim për pengesë, siç kanë akuzuar gjatë ditës se ka patur disa ndalesa në pika kufitare, apo edhe tani me studentët e Tiranës në Shkup se ka patur kontroll nga policia. Për këtë të fundit nuk kam ende një informacion të detajuar apo arsyetim nga Ministria e Brendshme, mirë po të paktën në pjesën e kontrollit në pikat kufitare kanë njoftime zyrtare se është mohuar një gjë e tillë, se nuk ka patur kontrolle të veçanta për studentët apo ndalesa të qëllimshme dhe se ka patur vonesa në sistem në Kosovë, ndërsa në Shqipëri nuk ka patur probleme të tilla. Domethënë studentët vijojnë të organizojnë turmën, sepse duke që ka një numër shumë më të madh se sa në protestën e kaluar, në mënyrë që të mos shpërndahen dhe të shkojë deri tek pika që është parashikuar, sepse normalisht me një numër më të madh të studentëve edhe kontrolli apo kanalizimi i gjithë kësaj marshute është paksa më i vështirë, mirë po duke që ka një numër më të madh të organizatorëve të cilët tentojnë që të mbajnë një rend të studentëve që të mos shpërndahen dhe të shkojnë në pikën e parapar tek Ministria e Drejtësisë, ku do të shpalosin kërkesat e tyre.